Pas përfundimit të spektaklit të së shtunës, Rozana Radi dhe Gjesti patën një debat ashpër në dhomën e gjumit, ndërsa banorët e tjerë po përgatiteshin për të fjetur. Gjesti akuzoi Rozanën për provokime duke i thënë: "Ti duke provokuar në prajm, del më skandal më shumë se unë. Unë kur nuk i kam provokuar vajzat, ti provokove vllajën tënd." Rozana reagoi me tone të ashpra. Gjesti më dëgjoi me respekt: "Boll fole budallëqe." Situata u tensionua më tej kur Gjesti i tha: "Mos u zhvesh më ashtu, mbaje marrën tënde, ndalu Rozana Radi, i ki do vjet." Rozana ju afrua krevatit të tij, por ai e refuzoi duke i kërkuar të largohej. "Të lutem, mos mu afro, më lër të qet, je duke më ndjekur." Debati kulmoi kur Rozana i tha: "Nëna jote është nëna jote, unë nuk jam nëna jote. Një fëmijë si ti nuk do të doja ta doja kur." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.